U mbajt mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi me miratimin e rendit të ditës dhe vijoi me diskutime të shumta mes anëtarëve të Këshillit. Pika e parë ishte shpjegime nga përfaqësuesi i një subjekti në lidhje me ankesën e Këshillit Bashkiak për ndotje mjedisore, ku pati diskutime mes përfaqësuesit dhe këshilltarëve lidhur me përgjegjësitë dhe masat për situatën e krijuar. Kemi ndryshuar nga 2 ciklone në 8 ciklone, mos qofsha gabim në terminologjinë tuaj se nuk është pjesë e jona. Por sërish era e atij tymi ndihet. Një lloj siç ka qenë, nuk e di se kur periudhë vite i takon që u keni ndryshuar këto parametra. Sërish ajo është një eksternalitet negativ që shqetëson totalisht komunitetin brenda lushnjës dhe fshatrat përreth. Unë nuk mund të them dhe të fshihem mbas gishtit, ajo që ne na ka ndodhur, por nuk jemi në pjesën më e aromave. Këto do ta tregoj koha. Perceptimin vizual unë nuk mund ta shmang. Kemi bërë që është e mundur, abujt janë të pashmangshëm. Kjo ishte një diskutim dhe një shpjegim i dur që vlen për ne dhe për opinionin publik, pasi ndihmon njerëzit me informacion, po është e vërtet që ne këtu nuk marrim dot përsipër që të bëjmë të përkthejmë analizat, çfarë shikojmë që janë brenda kritereve ligjore, po s'marrim dot përsipër që të marrim përsipër që ta themi në fjalën e fundit. Për mendimin tim, duhet kemi një diskutim dhe nga specialistët që nuk ka të bëjë me ty, të vinë thonë dhe ata pjesën e vetë ligjore, se sa e dëmshme dhe sa e pa dëmshme është jo vetëm për ne këtu, por për gjithë opinionin qytetar, pasi siç e ndjej nuk mund ta mohojmë që janë të gjithë të shqetësuar. Më pas këshilltarët vijuan me shqyrtimin e pikave të tjera ku miratuan fondin për familjet në nevojë, procedurën e përshpejtuar për trajtimin dhe strehimin e menjëhershëm të grave dhe vajzave, viktima të dhunës në familje, të pajisura me urdhër mbrojtje, si dhe përfundimi i procedurave të privatizimit të banesave shtetërore që kishin mbetur të paregjistruara. Në rendin e ditës ishte parashikuar edhe pika për ndihmë financiare për një qytetar, banesa e të cilit ishte dëmtuar nga zjarri në lagjen Xhevdet në Pravishta. Por kjo pikë u tërhoq nga kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa pas informacioneve të prokurorisë se zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga vetë familjarët. Duke ditur se komunikuam dhe me prokurorin që do të na sillte vendimin me njëherë mbasi do të bëjmë mbledhja kryesisë, por kur erdhi vendimi i prokurorisë doli që zjarri ishte i qëllimshëm nga vetë familjarët, kështu që automatikisht ata humbasin të drejtën e përfitimit të shpërblimit. Ndërkohë pika për miratimin e listës së përdoruesve faktik për kalimin në pronësi të tokës bujqësore nuk kaloi në votim për shkak të mungesës së korumit prej 25 këshilltarësh. Në mbledhje ishin të pranishëm vetëm 22 prej tyre.